Horoskopi ditor, 30 mars. Energjia që hap javën e re. 30 marsi hap një javë me energji të veçantë dhe me një ndjesë lëvizje që mund të ndihet në shumë fusha të jetës. Disa shenja mund të ndjejnë një shtytje për të marrë vendime që i kanë shtyrë prej kohësh, ndërsa të tjerë mund të shohin sinjale që tregojnë se një rrugë e re po hapet përpara tyre. Universi shpesh e nis një javë të re me një moment reflektimi, një ide të papritur ose një situatë që ndryshon mënyrën si shohim një plan. Kjo është një ditë ku vëmendja ndaj detajeve mund të bëjë diferencën. Dashi. Energjia e kësaj dite mund të zgjojë tek kjo shenjë një ndjesi të fortë lëvizje dhe vendosmërie. Një situatë që ka qenë në mendjen tënde për disa kohë mund të kërkojë më shumë vëmendje gjatë kësaj dite. Universi mund të vendosë përballë një momenti ku duhet të reflektosh mbi drejtimin që dëshiron të marrësh në vazhdim. Një bisedë ose një ide që lind papritur mund të bëjë të kuptosh se një mundësi e re është më afër se sa mendon. Në fillim mund të duket si një ndryshim i vogël, por ndikimi i tij mund të bëhet më i qartë ndërsa dita vazhdon. Është e rëndësishme të ruash qetësinë dhe të mos reagosh menjëherë ndaj çdo situate. Nëse arrin të analizosh me kujdes atë që po ndodh rreth teje, mund të kuptosh se disa sinjale po të tregojnë një drejtim që mund të sjellë progres dhe energji të re për planet e ardhshme. Demi. Për këtë shenjë, dita mund të sjellë një moment ku disa gjëra fillojnë të marrin një drejtim më të qartë. Energjia e kësaj periudhe mund të shtyjë të reflektosh mbi stabilitetin dhe sigurinë që kërkon në jetën tënde. Një situatë gjatë ditës mund të bëjë të kuptosh se një plan që ke menduar më parë mund të zhvillohet ndryshe nga sa e kishe imagjinuar. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një bisede ose një informacioni që arrin papritur. Në fillim mund të duket si një detaj i vogël, por kuptimi i tij mund të bëhet më i rëndësishëm ndërsa dita vazhdon. Është një moment ku durimi dhe qetësia mund të bëjnë diferencën. Nëse arrin të mos reagosh me nxitim dhe të analizosh situatën me kujdes, mund të kuptosh se disa mundësi po afrohen gradualisht drejt jetës tënde. Binjakët. Kjo ditë mund të sjellë për këtë shenjë një energji komunikimi dhe ide që lindin në mënyrë spontane. Një bisedë gjatë ditës mund të hapë një perspektivë të re për një situatë që më parë dukej e zakonshme. Universi mund të vendosë përballë një momenti ku duhet të dëgjosh me kujdes atë që të tjerët kanë për të thënë. Një informacion i vogël mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një plan që lidhet me të ardhmen. Në fillim mund të duket si një ide kalimtare, por potenciali i saj mund të rritet ndërsa e mendon më thellë. Është një ditë ku fleksibiliteti dhe vëmendja ndaj detajeve mund të hapin mundësi të reja. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos shpërndash energjinë në shumë drejtime njëkohësisht, mund të kuptosh se disa ide kanë potencial për të sjellë progres real në ditët që vijnë. Gaforia. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të reflektosh më shumë mbi emocionet dhe vendimet që lidhen me jetën personale. Një moment gjatë ditës mund të bëjë të kuptosh se disa situata kërkojnë më shumë qartësi dhe qetësi përpara se të marrësh një vendim. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një bisede ose një momenti reflektimi që të ndihmon të shohësh gjërat nga një këndvështrim tjetër. Në fillim mund të duket si një situatë e zakonshme, por kuptimi i saj mund të bëhet më i rëndësishëm ndërsa dita vazhdon. Është një moment i mirë për të dëgjuar intuitën dhe për të mos reaguar menjëherë ndaj çdo situate. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të analizosh ndjenjat me kujdes, mund të kuptosh se disa ndryshime po të drejtojnë drejt një periudhe më të qëndrueshme. Luani. Kjo ditë mund të sjellë për këtë shenjë një ndjenjë të re motivimi dhe dëshirë për të lëvizur përpara me më shumë siguri. Një situatë që lidhet me një plan personal ose profesional mund të marrë një drejtim më të qartë gjatë kësaj dite. Universi mund të vendosë përballë një momenti ku duhet të marrësh një vendim që lidhet me një mundësi që shfaqet papritur. Në fillim mund të duket si një hap i vogël, por ndikimi i tij mund të bëhet më i madh ndërsa dita vazhdon.
Është një moment ku besimi në aftësitë tua mund të bëjë diferencën. Nëse arrin të ruash balancën mes entuziazmit dhe maturisë, mund të kuptosh se disa gjëra po lëvizin në drejtimin e duhur. Një ide që lind gjatë kësaj dite mund të tregojë një rrugë që sjell zhvillim dhe një ndjenjë të re progresi. Virgjëresha. Për këtë shenjë, dita mund të sjellë një moment reflektimi ku disa situata fillojnë të bëhen më të qarta. Një plan ose një vendim që ka qenë në mendjen tënde për disa kohë mund të kërkojë më shumë vëmendje gjatë kësaj dite. Energjia që rrethon këtë moment mund të ndihmojë të analizosh më me kujdes disa detaje që më parë nuk dukeshin të rëndësishme. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një bisede ose një ideje që lind papritur. Në fillim mund të duket si një mendim i thjeshtë, por potenciali i tij mund të bëhet më i qartë ndërsa e mendon më thellë. Është një ditë ku organizimi dhe qartësia mund të ndihmojnë të marrësh vendime më të mira. Nëse vepron me qetësi dhe logjik, mund të kuptosh se disa mundësi po afrohen gradualisht drejt jetës tënde. Peshorja. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të kërkosh më shumë balancë në disa situata që lidhen me marrëdhëniet ose vendimet personale. Një moment gjatë ditës mund të bëjë të kuptosh se një bisedë e rëndësishme mund të ndryshojë mënyrën si e shikon një situatë. Universi mund të vendosë përballë një zgjedhjeje ku diplomacia dhe qartësia në komunikim janë shumë të rëndësishme. Në fillim mund të duket si një situatë e zakonshme, por ndikimi i saj mund të bëhet më i madh ndërsa dita vazhdon. Është një moment i mirë për të dëgjuar edhe perspektivën e të tjerëve përpara se të marrësh një vendim. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të analizosh situatën me maturi, mund të kuptosh se disa rrugë të reja po hapen gradualisht dhe mund të sjellin më shumë harmoni. Akrepi. Për këtë shenjë, dita mund të sjellë një energji reflektimi dhe transformimi të brendshëm. Një situatë që ka qenë në sfond për një kohë mund të bëhet më e qartë gjatë kësaj dite. Universi mund të vendosë përballë një momenti ku duhet të dëgjosh më shumë intuitën tënde përpara se të marrësh një vendim. Një informacion ose një bisedë gjatë ditës mund të bëjë të kuptosh se një ndryshim i vogël mund të ketë ndikim më të madh se sa mendon. Në fillim mund të duket si një detaj i zakonshëm, por kuptimi i tij mund të bëhet më i thellë ndërsa dita vazhdon. Është një moment ku qetësia dhe reflektimi mund të ndihmojnë të shohësh situatat me më shumë qartësi. Nëse arrin të analizosh me kujdes atë që po ndodh rreth teje, mund të kuptosh se disa ndryshime po të drejtojnë drejt një faze të re. Shigjetari. Fillimi i kësaj dite mund të sjellë për këtë shenjë një ndjesë kurioziteti dhe dëshirë për të parë mundësi të reja. Një situatë që lind papritur mund të bëjë të mendosh për një drejtim tjetër nga ai që kishe planifikuar. Energjia e ditës mund të shtyjë të analizosh më me kujdes një ide që lidhet me planet e tua të ardhshme. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një bisede ose një informacioni që arrin në momentin e duhur. Në fillim mund të duket si një ndryshim i vogël, por potenciali i tij mund të bëhet më i qartë ndërsa dita vazhdon. Është një moment ku fleksibiliteti dhe mendimi i hapur mund të ndihmojnë të shohësh mundësi që më parë nuk i kishe vënë re. Nëse arrin të reflektosh me qetësi, mund të kuptosh se disa ide kanë potencial të madh. Britsjapi. Në disa momente të kësaj dite mund të ndjesh një shtytje për të fokusuar më shumë tek qëllimet dhe përgjegjësitë që ke marrë përsipër. Një situatë që lidhet me një plan ose projekt mund të kërkojë më shumë përqendrim gjatë ditës. Energjia që të rrethon mund të ndihmojë të kuptosh se disa vendime kërkojnë durim dhe analizë të qartë. Universi mund të vendosë përballë një momenti reflektimi ku duhet të mendosh për drejtimin që dëshiron të marrësh në vazhdim. Një informacion që arrin papritur mund të bëjë të kuptosh se një mundësi e re po formohet gradualisht. Në fillim mund të duket si një detaj i vogël, por ndikimi i tij mund të bëhet më i qartë ndërsa dita vazhdon. Nëse arrin të veprosh me disiplinë dhe qetësi, mund të kuptosh se disa ndryshime po hapin një rrugë më të qëndrueshme. Ujori.
Atmosfera e kësaj dite mund të zgjojë tek kjo shenjë një dëshirë për ide të reja dhe për të parë situatat nga një këndvështrim ndryshe. Një moment gjatë ditës mund të bëjë të kuptosh se një plan që duke i zakonshëm mund të zhvillohet në një drejtim më interesant. Energjia e ditës mund të shtyjë të reflektosh mbi mënyrën si përdor kohën dhe energjinë tënde. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një ideje ose një bisede që hap një perspektivë të re. Në fillim mund të duket si një mendim kalimtar, por potenciali i tij mund të bëhet më i qartë ndërsa dita vazhdon. Është një moment ku kreativiteti dhe mendimi i hapur mund të ndihmojnë të shohësh mundësi që nuk duken menjëherë. Nëse arrin të përqendrohesh tek ato ide që të frymëzojnë, mund të shohësh progres. Peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita mund të jenë shumë të forta për këtë shenjë gjatë kësaj dite. Një situatë që në fillim duket e zakonshme mund të bëjë të reflektosh më thellë mbi një vendim që lidhet me jetën personale. Energjia që rrethon këtë moment mund të ndihmojë të kuptosh më qartë disa ndjenja që kanë qenë të paqarta. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një bisede ose një momenti reflektimi që ndryshon mënyrën si e sheh një situatë. Në fillim mund të duket si një detaj i vogël, por kuptimi i tij mund të bëhet më i rëndësishëm ndërsa dita vazhdon. Është një moment i mirë për të dëgjuar intuitën dhe për të mos reaguar me nxitim. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të analizosh ndjenjat me kujdes, mund të kuptosh se disa ndryshime po të drejtojnë drejt një periudhe më të qartë. Energjia e 30 marsit hap një javë të re me sinjale që mund të ndikojnë në mënyrën si e shohim drejtimin e ditëve që vijnë. Disa shenja mund të përballen me momente reflektimi, ndërsa të tjerat mund të shohin mundësi që shfaqen papritur. Universi shpesh flet përmes detajeve të vogla, një bisede, një ide ose një momenti që ndryshon mënyrën si e shohim një situatë. Nëse arrin të dëgjosh me kujdes sinjalet që shfaqen gjatë kësaj dite, mund të kuptosh se disa mundësi janë pikërisht ajo që të duhet për të filluar një javë me më shumë qartësi dhe drejtim. Nëse ndjen se kjo energji lidhet me ty, shkruaj në komente fjalën java. Mos harro të bësh like, të shpërndash videon dhe të abonohesh në kanal për më shumë mesazhe dhe parashikime nga Universi.